Do të flasim për përdorimin e telefonave celular gjatë momentit që qytetarët janë në timon dhe cilat janë ato masa që policia rrugore së fundmi ka marrë. Kam kënaqësinë të kem në studio zotin kryekomisar Aliu Zehiri, specialist dhe në drejtorinë e policisë rrugore. Zoti Zehiri, mirë se vini. Përshëndetje, mirë se vini. Në fakt do të flasim për një temë e cila duket se nuk është më problem, pa më thonit pak më parë vetëm për Shqipërinë, por është një problem mbar global. Po, global. Përdorimi i telefonave celular gjatë kohës që jemi në timon. E vërtet, përdoruesit e telefonave, sot teknologjia ka ecur shumë para dhe telefonat po përdoren në masë nga një numër shumë i madh. Jo vetëm qytetarë ndryshëm, po edhe nga drejtuesët e mjeteve, të cilët këtë telefon e përdorin dhe edhe gjatë drejtimit të mjetit në një mënyrë krejt në kundërshtim me të gjitha rregullat dhe janë premis për aksidentet rrugore. Pra përdorimi i telefonave gjatë drejtimit të mjetit është një nga shkaqet kryesore që mund të shkaktojnë aksidentet, kryesisht aksidentet rrugore. Keni të dhëna, ka pasur raste ku ka qenë pikërisht ky fakt shkak për aksidente? Po, është drejt, sidomos edhe në zonat urbane, përdorim të gjerë kanë drejtues e mjete që kryesisht drejtojnë mjetën në zonat urbane, pra në qytete, në brendësi qyteteve. Ne kemi bërë dhe studime të veçanta si drejtoria e policisë rrugore, kemi bërë studime se sa është numri i atyre përdoruesve që përdoren si në zonat urbane, ashtu dhe në zonat interurbane, pra jashtë qyteteve. Dhe krahas aksioneve që parashikon ligji, pra mund të themi që te kodi rrugor ka një nen, është nen 171, që nuk e lejon përdorimin e telefonit celular, pra nuk do të preket me dorë telefonit celular gjatë drejtimit mjetit, në asnjë mënyrë. As kur je në semafor? As në semafor, se semafori është një kohë që t'jep mundësinë për të orientuar dhe për të kontrolluar në kohën e hapjes apo të lëvizjes së dritës jeshile, dhe ajo kohë nuk është për të përdorur as telefon, as për të dërguar mesazhe, siç kemi parë. Pra duke qëndruar në semafor një drejtues apo drejtuese, përdorues mjeti, arrin dhe edhe mesazhe shkruajnë. Pra dhe shërbimet tona për këto kanë vepruar ashpër duke i ndëshkuar. Cilat janë masat që merren zakonisht? Zakonisht masat janë nga 1.000 deri në 1.500 lekë të reja. Është pak a shumë shkelje e njëjtë me atë të vendosjes kaskës mbrojtëse apo të rripit të sigurimit. Pra ka të njëjtin vlerë gjoba. Megjithatë në disa shtete të tjera të Evropës perëndimore ka dhe sankcione më të larta se këto sankcione që ne përdorim. Sepse është parë që nga shumë statistika, është parë që është një arsye, një premis për ndodhjen e aksidentit rrugor. Dhe siç u thash edhe më parë, jo më larg se para 2 javësh në zonat interurbane, gjitha shërbimet e policisë rrugore, sidomos të qarqeve Tiranë, Elbasan, Korçë, Lezhë, Durrës, Fier arritën të kontrollonin thjesht numrin e përdoruesve femra në drejtimin e mjetit, se sa e përdorin ato rripin e sigurimit dhe njëkohësisht dhe përdorimin e telefonave celular. Janë më të rregullta se meshkujt apo? Ne mund të themi që në përfshirjen në aksidentet rrugore, në vozitjen e mjetit mund të jenë pak më të rregullta. Ndërsa në përdorimin e celularit shikohet dita ditës që po shtohet numri i përdoruesve, sidomos gjinisë femër në drejtimin e mjetit, që ato po i shtojnë përdorimin si të telefona ashtu dhe për rripat e sigurimit që kanë një neglizhencë në përdorim. Asa të papamëndshme që janë, o zoti ma femrat, i kanë parë duke krehur flokët. Imagjino. Dhe nga këto statistika ne pam që në 570 mjetet të kontrolluara, për 1 orë e 45 minuta, pra u zhvillua ky aksion për 1 orë e 45 minuta, rezultoi se pra nga këto 570 mjete rezultuan pa vendosur rripin e sigurimit, ishin rreth 75 drejtuese të cilat janë dëshkuar, po kështu dhe për përdorim telefonit celular janë dëshkuar rreth 36.
drejtuese. Si mund të komunikosh gjatë momentit që ndodhemi në mjet, mbase me kufje apo dhe ajo nuk është e lejueshme? U thash, në fillim thash që telefoni ka vendosje kufje zanore, mund të vendosh kufje të cilat nuk lejojnë përdorimin e duarve. Pra nuk duhet prekim, pra ka kufje që vendosen në vesh dhe mund të komunikosh vetëm me ato, lejohet, është e lejueshme. Por gjithmonë dora të dy duart duhet jenë vetëm të angazhuar te timoni dhe gjithmonë në drejtim mjetit dhe në asnjë mënyrë të preket telefoni me dorë. Bile është edhe bile ka shumë në shumë vende shikohet që ka tejkaluar dhe ato të përdorimin e sigurimit. Pra shpërndarja e vëmendjes në telefon është më e rrezikshëm se sa edhe nga përdorimi i rripit apo i kaskës apo i ecjes, sepse ecja me shpejtësi dhe duke patur edhe përdorur telefonin, duke kontrolluar apo duke folur, telefon mund të marrësh një lajm të keq në telefon. Dhe në atë momente mund të impresionohesh nga ai që të merr dhe ka një shpërndarje vëmendje, bëhet burim aksidenti. Pra në raste të tilla, për çdo telefon që në rast se do e ketë ai drejtues do e ketë hapur telefonin, mundësisht të gjej një vend të përshtatshëm në rrugë, një xhep në rrugën, në autostradë apo në një rrugë interurbane, të ndaloj dhe të komunikoj. Por në asnjë mënyrë gjatë ecjes me mjet ai të përdori telefonin. Sepse është një përgjegjësi shumë e madhe drejtimi i mjetit. Mjeti është edhe një proverb gjerman që thotë të drejtosh një mjet nuk është një kënaqësi e madhe. Por është një përgjegjësi shumë e madhe. Sepse ke dhe... Sepse përveç vetes si ke edhe përdorues, mund të bësh shkak dhe përdorues të tjerë. Pra nuk je vetëm ti që lëviz në atë rrugë. Ka dhe përdorues të tjerë që ti me ato veprimet që mund të bësh, mund të shkaktosh të tjerëve probleme në aksident. Mbase nga vërejtjet tuaja në punën e përditshme që mund të keni hasur dhe mund të keni parë, ka një dallim midis grup moshave në përdorimin e telefonave celular gjatë momentit që janë duke drejtuar mjetin? Apo nuk ka qenë kriter zakonisht? Po, edhe thash kemi bërë një studim të tillë dhe shifet që pjesa më e madhe është nga mosha 18 deri në 35 vjeç, por kjo nuk përjashton dhe moshat e tjera. Unë folëm bashkë që ka rastisur që edhe një drejtues i një mjeti taksi, pra 8+1, na kanë ardhur njoftime nga shteta, nga qytetarë ndryshëm që duke drejtuar këtë mjet, ai shkruante mesazh dhe imagjino duke patur sipër 8 veta të tjerë, ai shkruante mesazh duke përdorur telefon, shkruante mesazh që një gjë domethënë një veprim jashtëzakonisht. Në ato momente kur për shembull je pasagjer në një taksi dhe sheh që taksisti apo drejtuesi i mjetit përdor telefonin. Më thënë veç komunikimit verbal që duhet ketë dhe... Me para njërë është vetë ju si persë, kushdo që të ndodhe atje, para duhet të tërheqë vëmendjen atij drejtuesi, thotë të lutem mos e përdor atë telefon, sepse ai mund të bëhet shkaktar jo për veten, jo vetëm, po edhe ti që je, edhe ai person që është në lëviz me atë mjet, mund të jetë i përfshirë në një aksident dhe nuk është një kërkesë e pamundur kjo, po një diçka tjetër është që shumë mirë mund të dërgoj dhe një foto, siç ka ndodhur, një foto në komisariatin digital i cili funksionon, duke bërë një foto atij drejtuesit mjetit që përdor telefonin gjatë drejtimit, por edhe qoftë edhe një mesazh në adresën e faqen e policisë shtetit, apo tek numri 126 që ka policia rrugore, ose 129 që ka policia. Ka disa pika kontakti, kushdo qytetar mund të ankimohet dhe... Po në për shkolla, keni kryer fushatat ndryshme sensibilizuese për ta nisur të lloj sensibilizimi që tek brezi i ri, që është për thirrës vërtetës dhe përdoruesi më besnik i celularit gjatë gjithë ditës. Është vërtet dhe ne kemi nisur që nga shkollat
që nga shkolla nëntëvjeçare, po kështu dhe të shkollat e mesme, kur janë bërë disa mësime treguese me këta nxënës, sepse ata në të ardhmen shumë të afërt, sidomos nxënësit e shkollës mesme, i do jenë drejtues mjeti, me mbushjen e moshës 18 vjeç, detyrimisht ata kanë të drejtën e marrjes së një leje drejtimi, dhe do t'jenë ata që do futen përdorues të rrugës, si përdorues rrugë. Prandaj, dhe me ta është vërtet që kemi bashkëpunim të mirë. Po, kemi një pyetje nga Sule, zotë Yziri. Po, Sula. Po, urdo. Cila është gjoba, për shembull, në qoftë se të kapin me celular? Kush është ndëshkimi? Ndëshkimi fillon nga 1.000 lekë të reja deri në 1.500 lekë të reja. Heqe patente jo? Jo, heqe patente jo, nuk është, por thash po shifet nga studimet të ndryshme që bëhen edhe në botë, se ky fenomen nuk është vetëm tek ne, por shikohet që gjithnjë më tepër telefonat celular po janë nga shkaktarët dhe kryesor, po hyn te shkaqet kryesore të ndodhjes së aksidenteve rrugore. Dhe do shikohet dhe mënyra e shpërsimit të këtyre masave. Policia rrugore ka ndërmarrë mbase një aksion, të themi kështu të tillë në rrugët e kryeqytetit ku të jetë kryesore përdorimi i telefonave? Aktualisht ne kemi një plan operacional që po zhvillohet këto ditë, TISPOL quhet. Sepse i kemi pak frikë në këto aksionet e befasishme dhe të herë pas hershme, na mbajnë. Ne nuk është se është për të mbajtur, ne ditë për ditë punohet, por këto ditë ka një plan operacional të drejtorisë së përgjithshme ku nga ana jonë i është kushtuar shumë rëndësi shkaqeve kryesore që janë burimet e aksidentit, siç janë mosvendosja e rripit sigurimit, e kaskës mbrojtje dhe përdorimi i telefonave celular gjatë drejtimit mjetit. Dhe ecjet me shpejtësi. Pra, këto janë disa nga pikat kryesore të këtij plani që ne po i kontrollojmë në orare të ndryshme të ditës. Pra në orare të ndryshme, nuk është në orare të ndryshme dhe shikohet që kjo nuk është puna ajo, nuk përqendrohet thjesht tek vendosja e gjobës. Nuk është çdo gjë gjoba, të kuptohemi për këtë, por është kryesore ndërgjegjësimi i drejtuesve të mjeteve. Sepse ai mbajtja e telefonit, përdorimi i tij gjatë drejtimit bëhet shkak si për vete dhe për pjesëmarrësit e tjerë që janë në trafik. Zoti Yziri, mbasi një thirrje të fundit që do t'i bëni të gjithë qytetarëve për të qenë më të kujdesshëm mbi të gjitha për të ruajtur jetën e vet dhe më pas të personave që mund të kenë me vete. Duke marrë shkas dhe nga emisioni juaj dhe duhet të falenderoj për këto emisione që ju organizoni her pas here, se këto janë edhe në ndihmë të përdoruesve të rrugës, po edhe dhënia mesazhe nga ana jonë na jep mundësi që ne të komunikojmë që drejtuesit e mjetit sa herë para se të nisen me mjet të marrin masën e parë që vendosjen e rripit sigurimit. Vendosja e rripit sigurimit është një nga masat kryesore që ata e ruan jo vetë. Pra ai vetë si drejtues ndoshta nuk mund të jetë shkaktar në një përplasje mjetesh apo në aksident, por e mbron dhe nga gabimet e pjesëmarrësve të tjerë në trafik. Pra vendosja e rripit sigurimit është kushti kryesor. Po kështu dhe për të gjithë ata drejtuesët që përdorin motocikleta, në mënyrë të veçantë të vendosin kaskën mbrojtëse dhe si vetja dhe pasagjeri duhet këtë kaskë? Edhe pasagjeri, patjetër edhe pasagjeri, po edhe pasagjeri duhet ketë, dhe të dy ndëshkohen, si drejtuesi i motocikletës, ashtu dhe pasagjeri. Po kështu edhe përdorimi telefonave, të shmangin në mënyrë, si thash, në rast se do kenë një problem për të komunikuar në telefon, të ndalojnë, të ndesin blokazhin, të gjejnë një xhep, një hapësirë, një vend në rrugë, një vend të parkohen diku dhe të komunikojnë. Po kështu dhe duke këto ditë është një situatë me shira dhe të kihet kujdes përdorimi i limiteve të shpejtësisë. Gjithmonë kur ka lagështirë, shpejtësia duhet jetë më ulët se sa ajo normale e lejuar. Ecim pak me idenë e zotit Yziri që brenda për brenda qendrës së qytetit, zakonisht nuk ka shumë burime aksidentesh, sepse nuk lejon mbas edhe shpejtësia e madhe, që do nuk mund përdorësh shumë shpejtësi. Është e vërtetë kjo gjë apo është thjesht një mit që edhe brenda për brenda qytetit mund të ndodhin aksidente?
Do të flas vetëm për në kryeqytet. Ka një statistikë që është, po ta shohësh në aksidentet rrugore, pjesa më e madhe që kanë humbur jetën janë në qytet. Pra ndodhin aksidentet në qytet. Nuk është të thënë se jemi semafor mbas semaforit dhe do të ndalojmë, ka një ndalesë, bëhet vargu makinash. Këto mund të jenë orë piku, orët e mëngjesit apo orët e drekës, ku shumica mbarojnë shkollën apo shkojnë në punë apo kthehen nga puna. Këtu, po në orare të ndryshme, ndodhin dhe aksidente. Vende ka që ndodhin dhe kryesisht nga mos përqendrimi i drejtuesve të mjete, por këtu dhe këmsorët, edhe nga këto statistika shohim se edhe këmsorët nuk kalojnë tek vijat e bardha, por gjejnë vende të tjera për të ndërprerë rrugën. Dhe kjo ka shkaktuar dhe humbjen e jetës në shumë raste. Rreth 40% e aksidenteve ne i kemi automjet me këmsor në qytet. Pra në kryeqytet këtu ku jemi, në Tiranë. Dhe prandaj duhet jemi shumë kujdesshëm dhe ato shkaqe që përmenda më lart janë parë që edhe këto aksidente kanë influencuar. Pra janë disa shkaqe që dashur pa dashur ato të çojnë drejt një ngjarje fatale. Zoti Yzerit, falenderoj shumë për këtë bisedë në studio dhe mbi të gjitha që patëm mundësi të hidhin pak dritë mbi këtë situatë, cilat janë masat që policia rrugore ka ndërmarrë për sa i përket të përdorimit të telefonave në momentin që jemi në timon. Dhe gjithashtu për gjitha mesazhet kaq të vyera që daçi mbi gjitha për të ruajtur jetën e gjithë secilit. Faleminderit. Falenderoj shumë dhe të uroj suksese. Faleminderit. Ndërkohë miq të dashur, gazetari Klodian Froku ka qenë në ambientet e qytetit Studenti, ku në fakt është përflitet shumë për sa i përket kushteve që atje janë. Shohim mirë se ç'sjell materiali dhe më pas me drejtoreshën e qytetit Studenti në studio. Me fillimin e vitit të ri akademik, fillojnë edhe kërkesat për strehim nga studentët që vinë nga rrethet e vendit drejt Tiranës. Janë të shumt ata që zgjedhin të marrin një banesë me qira, ku bëhen zakonisht 2 ose 3 veta për të ndarë shpenzimet, por janë edhe më të shumt ata që preferojnë të strehohen në godinat e qytetit Studenti. Edhe për këtë vit, procesi i regjistrimit ka filluar me nisjen e sezonit të ri shkollor. Tarifa e akomodimit mbetet e pandryshuar në 450.000 lekë për vitin akademik. Me largimin e studentëve në fund të muajit korrik deri në fillim të vitit shkollor, çdo vit merren masa për lyrjen e ambienteve të përbashkëta dhe të dhomave, të cilat e kanë të nevojshme këtë proces. Shërbime teknike, si riparime hidraulike dhe elektrike, janë në përfundim e gjithashtu sistemime dhe rikonstruksione të pjesshme në tualete dhe në dushe kanë përfunduar. Njëkohësisht me sistemimin e ambienteve të brendshme është përmirësuar dhe infrastruktura jashtme, duke shtuar ndjeshëm hapësirat shlodhëse dhe gjelbërimin të cilat zënë një hapësirë të madhe të këtij qyteti. Kapaciteti pritës i konvikteve është 5.700 student, ndërsa referuar edhe vitit të mëparshëm, priten të regjistrohen rreth 5.000 student. Për studentët që zgjedhin të jetojnë në këtë qytet, duket se mundësi e mirë jetese dhe ndihen mirë në ambientet që ofrojnë në godina. Duke nisur nga sallat e studimit, sallat e internetit, hapësirat e gjelbër që të ofron qytet Studenti. Qytet Studenti është një qytet në vete për studentët dhe mjaft i përshtatshëm për të arsimuar dhe për të vazhduar studimet tona. Kushtet në qytet Studenti si do duken? Ambienti. Atëherë, është një ambient mjaft i përshtatshëm dhe kushtet janë goxha të mira, na ofrohen shërbime si teknike, në recepcion, gjithçka që ne kemi dhe kërkojmë na vjen menjëherë për gjithçka që na duhet. Viti i parë dhe besoj se kam bërë zgjedhjen e duhur. Pse mendon se ke bërë zgjedhjen e duhur? Sepse mendoj që për jetën e një studenti është mirë që ne përballemi me jetën në mënyrën tonë individuale dhe ka kushtet që neve si vajza mund na përshtaten. Jam viti 2 dhe aktualisht qëndroj në qytet Studenti. Kam zgjedhur qytet Studenti për shkak se unë studioj për gazetari dhe më duhet që të gjeja një vend komod sa më afër shkollës, prandaj jam detyruar që të zgjedh të qëndroj në godinat e qytet Studentit. Kushtet në fakt mundet që të jenë kushte edhe pak më të mira. Ti vetë ke menduar ndonjëherë të jetosh shtëpimin qira dhe mos jetosh në qytet Studenti? Ishte si ide në fillim kur kam ardhur, kur kam qenë viti i parë, por duke qenë se siç thash që e kam afër shkollën, u detyrova që të qëndroja në godina. Po vështirësi për ty për të ambientuar në qytet Studenti, ka qenë vështirë? Jo, në fakt nuk ka qenë fare vështirë. Jam ambientuar shumë lehtë. Për studentët, ushqimi është një mundësi e mirë dhe menxat duket se kanë rritur cilësinë e ushqimit dhe ofrojnë çmime të përballueshme për studentët. Ne këtu studentëve shërbejmë me një cilësi shumë të mirë,
me një çmim të ulët, sepse këtu është vendi qytet studentit, dhe ka çmime të lira, por bëm një shërbim shumë cilësor dhe të pastër këtë qytet student. Çmimet për student, sa mund të jetë një vakt? Një vakt për student do të jetë deri 1500 lekë. Të vjetra? Të vjetra, normal. Besoj janë të kënaqur? Po, ose i bëm shërbim dhe cilësi dhe shumë mirë. Si vjetë ka më shumë se vitet tjera, edhe janë të kënaqur studentë për shërbimin e çmimit. Nëse shohim statistikat e 10 viteve të fundit, numri i studentëve femra është më i madh se sa numri i studentëve meshkuj. Nga qyteti studenti mund të quhet qyteti i studentëve tani më. Jemi kështu në studio pas kronikës përgatitur nga gazetari ynë Klodian Froku me Anila Shehun, drejtoreshe e qytetit student. Anila, mirë se vjen. Mirë se u gjeta. Në fakt më pëlqeu kjo shpreha e fundit me cilën gazetari ynë kishte mbyllur kronikën. Mund të themi që tani më është qyteti i studentëve dhe jo më i studentëve? Ka më shumë vajza se sa djem, si është ky raporti? Në fakt, vajzat janë ato që e zgjedhin më së tepër me qyteti studenti. Djem, ndër vite, po të shikosh statistikat... Pastaj çunat vinë për vajza. Po, hajde të prekim të gjitha temat. Po. Po të shikosh statistikat në vite, numri djemve është gjithmonë në zbritje. Për shembull, këtë vit janë vetëm 700 djem të regjistruar, ndërkohë janë rreth 3000 vajza. Është përfolur shumë Anil për kushtet që në fakt ka pasur qyteti studenti. Kemi dëgjuar nga më të ndryshmet, ndërkohë që pam planet, të cilat janë, të themi kështu, dëshmia më e mirë, e pam që kushtet nësa duket kishin ndryshuar dhe më në fund të gjithë mund të qëndrojnë dhe mund të strahohen në një vend ashtu siç u ka hije studentëve, megjithëse duhet të thënë që dhe e mira nuk ka fund themi në shqiptarët nganjëherë, por që duket sikur çdo gjë ishte në rregull, madje edhe vetë zëri i studentëve dukej se e dëshmonte atë. Si ka ndryshuar hap pas hapi, si keni arritur për t'ia dalë mban? Atëherë që prej vitit 2013, tetori 2013, në të paktën vëmë dispozicion të gjitha ambientet ato që u përkasin studentëve. Kthyem sallet e studimit në funksion studentëve, se nuk ishin për ta, po përdoreshin për qëllime private. Të gjitha dhomave ju bëm disa restaurime të pjesshme, pasi dhe kapaciteti ekonomik dhe financiar i institucionit nuk u gjet optimal, përkundrazi u gjeti mbytur në disa detyrime që nuk është vendi për t'i thënë. Megjithatë ka një staf përkushtuar. Kemi arritur që ato materiale të themi që mbahishin në magazina pa arsye, t'i përdorim dhe t'i kthejmë dhe t'i vëmë shërbim studentëve. Janë shumë gjëra për të thënë se çfarë kemi bërë ne në këto 2 vite, po ajo që është kryesorja është që kemi arritur të bëjmë master planin e qytetit studenti. Qeveria shqiptare në qershor të këtij viti shpalli konkursin ndërkombëtar të qytetit studenti. Dhe tashmë ne kemi një plan dhe kemi një ide projekt të miratuar, kemi një konkurs fitues, kemi një studio ndërkombëtar italiane Bauku, i cili ka dhënë një ide se si duhet jetë një kampus i vërtet bashkohor. Ne këtë e kemi, është në planet tona, kjo do përkthehet sigurisht në ca projekte të detajuara, megjithatë idet i kemi të qarta se ku duam të shkojmë. Cilat janë kushtet që, kriteret, më falë, që duhet një student të ketë për të bërë pjesë e qytetit studenti? Si ndodh pranimi, si bëhet aplikimi? Ka 2 forma. Numri i studentëve aktualisht, sa është? 3700 studentë të regjistruar deri sot. Ka 2 forma dhe njëra është risi e këtij viti. Studenti duhet ketë me vete vërtetimin e fakultetit dhe degës të cilën ndjek. Duhet ketë një vërtetim mjekësor nga mjeku i familjes, që është i shëndosh dhe nuk vuan nga asnjë smundje. Duhet ketë 4 fotografi, duhet ketë fotokopje të ID-s edhe mandatin e pagesës sipas tarifës përcaktuar. Studenti është i lirë që ose të zgjedhi rrugën për të ardhur tek administrata e qytetit studentit dhe të bëj regjistrimin aty, ose mund të regjistrohet online.
kemi bërë një aplikacion i cili ndihmon çdo student që mos bëj ato ecejaket nga qyteti për të ardhur disa herë, por nga shtëpia bën një aplikim, i del një bazë të dhënash ku janë të listuara të gjitha konviktet, ai zgjedh konviktin ku do të strahohet, aty sheh se kush dhoma janë të zëna dhe kush janë të lira, regjistrohet, ka 36 orë kohë që të bëj pagesën në bankën më afër qytetit ti. Po Sylla? Më falë më gjanë, se kam një pyetje ama, se o torturova. Më thuaj. Kam 2 orë që duhet pyes. Shiko, qyteti studentit pak të deri para pak vitesh, shumë ambiente ka qenë të zëna. Nga persona që e rëndësika. Tani, a janë liruar të gjitha ambientet për studentët? Se kjo ka shumë rëndësi. Unë të siguroj që të gjitha ambientet publike janë të lira dhe janë funksion studentëve. Do me thënë, ato që kanë qënë, që s'kanë qënë pak veta, familjar, nga vëndet ndryshme që vinit, kishin zënë ambientet. Tani nuk janë më. Që të kuptohemi, ka 4 godina që edhe sot që flasim janë të zëna me familjar, po nuk janë të zëna në formë abuzive. Është një kontrat qeramarrje ndërmjet këtij institucioni dhe këtyre familjarëve, ndërsa shteti t'i gjej një zgjidhje këtyre personave që kryesisht janë të pastra. Se nuk e kam kuptuar kur ç'pun kanë familjarët. Shumë e drejtë. Në qytet studentit, të thëmë të drejtë. Kjo nuk është për fajt tuaj. Ata kanë më shumë se 20 vite aty. E vërtet. Të paktën këto 2 vjet janë të identifikuar, kanë një kontratë. Po dhe kanë qenë godinat më të mira, ato që kanë zënë. Jo të gjitha. Më të mira, me hapësirë më të madhe. Dhe të paktën ka një kontratë dhe paguajnë për ato hapësirë të cilën e shfrytëzojnë tek institucioni janë. Ka një kontratë të ligjshme ndërmjet këtij familjari dhe këtij institucioni. Anila, ka rregulla qyteti studenti dhe cilat janë ato rregulla që çdo student duhet i ka rregulla shumë strikte, rigorozitet për të qenë pjesë e qytetit student. Ka rregulla shumë strikte, jo për të mërzitur çdo student, por është një institucion publik që ka një orar hyrje dhe një orar dalje, absolutisht janë të gjithë madhor, mund të dalin dhe mund të hyjnë në çdo moment, po më tepër për të siguruar familjen që kanë zgjedhur një institucion shtetëror i cili i siguron familjet që ka siguri, ka rend, sepse postën e policisë e kemi shumë afër. Mbi të gjitha që neve kemi vënë funksionim dhe kamerat e sigurisë. Çdo konvikt në hall ka nga një kamera sigurie që vrojtohet nga një server dhe një ekip i profesionalizuar brenda institucionit. Për kështu siguria tek ne është maksimale. Dhe kam përshtypjen se kjo është në top listë atyre studentëve dhe familjeve pse ne na zgjedhin. Aktualisht çfarë plani keni në dorë për zhvilluar? Cila është problematika që mbasi jeni vënd dhe kërkoni që t'i jepni një zgjidhje? Ajo që kërkohet në mënyrë imediate është rekonstruksioni i konvikteve. E kuptoj që nuk është e mirë që një student të ketë tualetet e përbashkëta, dushët e përbashkëta, dhe qeveria shqiptare ka arritur të përfitoj nga qeveria gjermane, kancelarja Merkel ka dhuruar qeverisë gjermane 4.5 milion euro. Kjo falë dhe bashkëpunimit me KFV-n, dhe shpresoj shumë shpejt neve do fillojmë me rekonstruksionin në sasi në raport të kësaj vlere që do mbri, të fillojmë rekonstruksionin e godinave. Qarta i kemi, projektet i kemi, mendojmë që në qytetin studentin të ardhmen duhet të ketë tipologji të ndryshme konviktesh, sepse sot realisht mund të vi studenti që nuk ka një nivel të mirë të themi ekonomik, por nesër me krijimin e kushteve shumë të mira do ta zgjedhin të gjithë. Kështu dhe tipologjia duhet i përgjigjet nivelit ekonomik të çdo familje që zgjedh qyteti studenti. Po përsa i përket stafit që punoni, që keni, që kujdeset mbas edhe për të gjithë studentat, si është i përbërë, mund të cekim ndoshta pak?
Stafi është një staf shumë i mirë, jo se punon me mua, po është vërtet një staf profesionist. Janë të gjithë punojnë social, psikolog. Jemi përpjekur që të zgjedhim këtë lloj fushë, duke qenë që kontakti është me studentit dhe duhet kesh një profil të veçantë për të shërbyer studentit. Ka specialistë të sallave studimit që kujdesen qoftë për një libër ose qoftë për një informacion më tepër që kërkon studenti, është biblioteka, edhe aty ka personel i cili ka formimin e duhur për të dhënë dhe për të ofruar shërbimin. Është recepcioni në hyrje, të cilin e kemi trajnuar qoftë punonësit ekzistues, po edhe ata të rinj që mund të kenë ardhur, trajnohet në vazhdimsi për rregullat, për rregulloret e brendshme që ne nxjerrim, për mënyrën se si duhet të funksionojë ajo rregullore që te mos mbetet në letër, po të gjejë zbatim dhe në zbatim konkret. Ju vetë keni pasur një ballafaqim të themi kështu me mbasi me studentët, keni dëgjuar zërin e tyre si duket se po ecën ky lloj bashkëpunimi. Pasi ka përshtimin që është i rëndësishëm, si t'i japësh ashtu edhe të marrësh nga ta. Ju kemi shkuar edhe më tej, kemi krijuar përfaqësinë studentore. Çdo godin ka nga një përfaqësues, i cili takohet me stafin, me mua dhe me drejtorinë përkatëse, që është drejtoria e shërbimeve studentore, takohet çdo 2 javë. Çdo 2 javë është një ditë e caktuar me të cilën mblidhemi, diskutojmë, marrim patjetër. Janë ata të parët që dëgjohen dhe në varësi të kërkesave që kanë, ne mundohemi që ti plotësojmë. Anila, përgëzime për punën që ke bërë atëherë, më vjen mirë që t'isha sot në studio për të shuar ndoshta edhe ato zëra që ende vazhdojnë e flasin për sa i përket kushteve të qytetit studentit, megjithatë e pam shumë mirë që tani më çdo gjë ka ndryshuar dhe duket se po ecën në rrugën e duhur për të kapur ato standarde europiane që mbase të gjithë duam dhe jo nderojmë. Ndaj të uroj suksese. Faleminderit juve.